Edhe ka një asi shtage, në majet shtagës një farë gurit diamantit. Nësit një ju që atë ka merë, mas paris do me të rrë shtage. Vesh qërë qëfar tepijeve, tepi, që si tepija, adin ku ki, vesh ku shkone për shqitore, ku shesin tepija. Kalzon kromin me gjithë qef. Apo ma qyrë? Nëse vozit jo kajnë parën, ditën, tretën, qish po ti me shpecit, apo ta jep një farë, ajo. Shku së ndëruar, sot është një kerë shumë special. Se që ky kerë nuk u bo për me vozit, po u bo për mu vozit. Këto e kjera një. Çka është Maybach? Wilhelm Maybach fillimisht u kon inxhinier te Daimler, që sot njihet si Mercedes-Benz. Ai ka punu bashkë me Gottlieb Daimler edhe u kon një nga njerëzit kryesor për krijimin e kerreve të para. Pra në fillim nuk ka ekzistu marka Maybach si kerr, ai thjesht u kon pjesë e Mercedesit hershëm. Ma vonë djali i tij Karl Maybach krijoi kompaninë Maybach si markë në veti. Fillimisht kanë prodhu motor për anije edhe Zeppelin. E mas luftës dytë botërore, Maybach filloi me ndotu kerrë super luksoze ndër më të shtrejtat në botë. Tani është duk Maybach me vite të tëra deri në vitin 2002, ku Mercedes-Benz e riktheu Maybach si markë për modelet 57 dhe 62 për me konkuru me Rolls-Royce. Po kjo nuk pati shumë sukses edhe u nal në vitin 2013. E në vitin 2015, Mercedes e rikthei përsëri emrin Maybach, ama kësaj here si verzion luksos për kerrë të veta. Pra, sot një Mercedes Maybach nuk është markë në veti, po niveli më i lartë i luksit që Mercedes mund të ofroj. Ku vret është një Maybach? Maybach vret mas shumë ti që ka krom, e kallzon kromin me gjithë qef. Apo ma qyrë? Me qatë krom mundohet me kallzu që është komplet segment super luksos. Qëre, krejt vizlin edhe i shkruan të emri Maybach, edhe është i vetmi SUV të Mercedesi që e ka yllin në haub. Që kjo pjesa, që kjo rjeta me shumë krom, be bon haloma, të kallzon që është luksos. Adin, dyqysh, në qitë kerë kur typ dikush ai du të me pas një asi, du të më kon asi plak, edhe ka një asi shtage, në majet shtagës një farë gurit diamantit. Nësit një ju që atë ka merë, mas paris do me të rrë shtage. Ky është para faceliftit. Facelifti nuk e ka që ka që të madhe rjetën e që del deri në tona, po e ka të mshelt, e ka ma të vogle dhe janë këtë do logo shumë të voglat Maybachit. E mu për që ata që ky, para faceliftit unë pëlqen ma shumë se shumë ma shumë krom prezenton. E nëse do të me pas një kerë krom, është që ky Gelesi ose S-klasa Maybach, Rolls-Royce-at janë qëto kerët e mëvaja që paraqesin luks për menimin tem, do të me pas krom, edhe ato sa ma shumë. Tashti e kena edhe S-klasën Maybach, ama nëse Maybach tani për një me qëto, veç këshëre be ma qëfar tenke, veç këshëre qëfar autobusi. Nashta pe përpare ka njerë të mësot tjetë të e këshy për mi 5 sekonda të mësot syni, po nëse e shepe i anësh, veç këshëre sa i nalë të shave, qëre, sa une. A unë jam 2.11. Spedibe sidomos veç këshëre që ka pjesa prej qëtuit, po fillon deri ka. Qëre për shemëll formën e dizajn. Pse duket qaq muskulose, qëre, këtë pjesën e nalqme, ku janë kjo pjesa nalq që janë pasagjer, është pak ma e ngusht se kjo pjesa poshtme. Që kjo pjesa e poshtme po shkon pak si të zgjonu. Që kjo pe jep një va prezencë që është një trus për toke, apo kupton? Çto po shkon e tani po vjen tu zgjonu. E tani që ky zgjonimi në kombinim me gjatësien shumë be Big Boss, ha? Bash Big Boss. Prezencë be e ka që bup. Që. Rak. Motorin, tash nuk është komedi so special, është V8 4.0 mild hybrid që i gjeneron 558 PS edhe 22 i ka elektrës, është EcoBoost, ka 750 Nm plus 250 NecoBoost. Do me thonë, për një kerë që peshon 2.8 ton, e mrin prap shpejtësien pej 4.9 sekonda 0 deri në 100. Për një që si anije, shumë është një vlerë modeste. Logon, për ndryshe nuk ka nefar, edhe këtu po menoj ka logon e Maybachit qit. Fellnet i ka 22, kapakt i ka 2 vjet nëse si jam gabim, përshë ata i mungojnë. Qëto fellnet janë të mira, ama mu personalisht në pëlqejnë ma shumë ato që doken si kapak i kanalizimi, veç që janë me krom. Të mushta, një yll i madh aty. Aty këtë është e musht plaka, ti bash qita me jafu kështu. Tjetër spedibe mo as qa me thonë, për në me nashta ju doket që pete proj me do sene, ama shumë bë është gjigant, nuk pe di sa po doket në video. A po mund që nashtë paka shumë me paramenu sa i madh është. Këshire bre qfar
Kjo ullëse nuk është as karrik, nuk është kjo shtrirëse. Nuk ka tjetër SUV që i ka qëtu ullëse, ose shtrirëse ma mi thonë, për mas. Do me thonë, ma luks, po që kjo është first class me aeroplan. Vesh qërë qëfar tepije, be tepi, që si tepija, adin ku ki, vesh ku shkone për shqitore, ku shesin tepija. Që ty ti qesin një ka një si perla që tira nisin, trasha, që si tepija është. Trak, trak, qështu, adin qëfar tepije, but ku ka. Në tira dojnje, që ky, ku ka për nukët për milion koke pasna. Jeshtë tikme me pas njeri me luj që të e thashti të provojna funksionin për shtrirje, nëse si jam gabim për doket që ky buton që të më konë, edhe starton. Oh, shit. Koko. Edhe për para shë karika. Veç që të gjom, edhe dhe qysh po shtrijesh, sikur voj. Qëto ekstremre komod, shumë taman umheka që ky mes asaj gropës, mes qafës edhe kokës, që aty umheka 9 Do më thonë, mu do ka sikur me më maru prej vrënsine, prej shkume me më maru mu që ta shte një karik që më hin në trup. Jo trupi me hin karik. Ekstrem koka prerja, shumë e përshtatshme për mu. Që me thonë, të ru nuk është për koka kauquk i zi me vija. Tu i ka, që ta e paska? Qëto e ki, këto tani i ka, qëto e ki për qëto manzeri elektrikisht tabletin, merjem. Qëto e pas ka një hapsir për pije që ti ftof edhe ti nxen, qëto me lon kabla edhe dorza, veç ato gudzëm. A dhe që mas them mas shumëti, që ka posina dhe qysh për shoqet logon e majbaj. Tani, qëto është frigoriferi, e kebe likur, këtë preksh likur, gjithkon materiale taman për lux edhe për first class feeling. Qëtu i ka tani funksionet e masazhës, plus me ta nxjerr këtë karrikën jashtë sene. E tash më duket koha mas mirë ti me dal me vozicë dhe për vozitje thonë është ekstrem interesant. Ky në fakt u maru për ato për mas non djath për mu, ama dhe për ka vozitja, thojnë është komplet teknologji në veti. Tashti, nëse hina në dynamic, edhe e marrëm funksionin curve, që do më thonë për kthesa, që do kena kthesa, edhe kthesa e parë. Jo! Okej. Tash e kuptova që për një mes sikur mos me hibe me rrota, po dyqysh me një farë avioni që është 1 metër për mi tokë, dyqysh veç po fluturon për mi asfalt. Heq nuk e ki atë djin, ti me vollon nuk pe vren mekanizmin që po ta shtin kerën kthejs. Komplet kontakti për një me, po të hop ka fizikisht me tokën, se pështyta, apo që që se provojna pak ma shpejt. Okej, që këko ka ekstrem sa një qartë. Se qëre une kogja shumë pe lakoj e ky me ngadalsim pe merë me qëllim që me ta marë pa shkallzime. Ty që me ta marë taman që mës me vrejt hiq. Une tash nuk kom gra as Rolls Royce Cullinan as Bentley Bentayga, ama po ma merë menje që kjo është tjetër nivel. Tani tjetër funksion përveç curve, off-road jo, po Maybach e që kjo ta merë stilin e vozitjes e ndryshon. Ti që tashti, kur ti jep gaz, kogja fellum hin koma, ama kjo nuk pi jep ashtu gaz shpejt, po gradualisht të hypë, që aj për mas mës me një kurfar dinamike, që aj veç me fluturu për mi rrugë. Unë po thomë që s'kom pas tjetër kontakt me najtë stikirë që me pas si bazë, me mujt mi krasu, ama që kjo ku ka komplet jashtë normal. Që tash po munona me dhonë pak ma shumë gaz, kogja fell e kom trus, komen, a kë kejt ka dal gradualisht të hypë. Me provu tash, edhe pse për këtë kërë nuk provu, be sporti, po veç me këshyr a ka ne fardallime dhe që dhe me thonë që ato tesa. Yes, baby. Okej, jam në fuqi paska. Hiq s'po përshtatët për kera, po koka gjigant, edhe EcoBoosti me që ato 250 Nm bashkë po truska. Ja, pet pështit. Unë një me e dita që nëse kejtë thonë që kjo është non plus ultra, që ata me thonë teknologjia dhe komforti, ama që ta kur njëtë se këmë krejt be qëllë dhe qysh këtë heq më stanin, astret, no stres, apo do me marrë këthesën që shtua, jo, na
ta moru ma ka dal, ta ngushtojnë avollonin, ma ka dale se që pe boti gazin, ta moru ma ka dale, krejt që, se libe parë nëti me metë në për kolona, që blokohet rrugë e sene, me këtoti, hiqbe nuk, zgucon për mu nërvozu, qysh mu nërvozu, ki chill pe ki, hiqbe adin logika që të farë përvoje që e kom, që 3-14 vjetë që voziti, që si nivelli, që paska që shto e lemo me kup spedi, jam speechless. Po vëzitën pak ma në qytet, me di qysh është ashtë procesi parën, dytën, tretën, parën, dytën, tretën. A e man hala qatë farë, se ashtë me dal në për rrugë që shkon 70-80-100, është pak ma let me majt afar komfortit. Edhe në qëtë nivel jo, ama po menoj është tjetër shka se kur të vëzit lokal në 3 shpejtësit e para, qysh po ta merr gazin edhe qysh po funksionon. Qashtë jena në funksionin Maybach edhe të provojna se qysh funksionon nëse vozit lokal në parën, dytën, tretën, qysh po ti merr shpejtësit, apo ta jep një farë, ajo, apo i merr kejt, ajo, qëta shem të katërtën, shpejtësit as nuk pi mirë vesh. Si më konë transmisioni CVT, edhe që s'ka heq shpejtësi, po është gradualisht që shkon. Unë me zo peni që po ndrën, ama me vrejt, absolutisht heq, pash heq. Kjo për një med, që kjo është 9 plus ultra, unë spedi ma ndryshe ma qysh mund më konë ma bot edhe ma chill, kur far stresi, që do heq sens një. A me të javë tesh më ndokët, ama për një me shpresat, jo po, që shpresat kom? Shpresat kur nuk vesin me pas një sikeri. Po menona emocionet edhe ndjenja që tash të i përherë të parë, që po m'vjen me pas kontakt me qëto mi, që tash të po tash me frenu, i njëjti sen, edhe frenimi ekstrem i gurt. Dhe që si mi pas gurtnet e frena mi pas si astik. Qërë me pëmunona për një me sa ma thjesht me majt trupin, me ndryshu gazin, me frenu, që tash t'i pja ma shumë gaz, absolut nuk ma livrive trupin me thonë që që tash përshkena ma shpejt, ma ka dal, heq, komplet, kejt konstant. Ja tash po mjetë ka marak me provu edhe një Rolls Royce Cullinan veç me di, a është ma komfort. Mahnice shiku së ndëruar, mahnice, po jo kalzaj që ju të projnë, që s'dini qa me bo me një 200.000 euro plus, mene be një, valloj mene. Ama nej se tash ti normal, të këto në për qytet me gjejt parkinge se në është pak atin. Po ju bese në faktis dosh me ly parking, shoferi jo, ti vesh del pe kjerit trap edhe vazhdon. Merne. Në vëzit jo në që është i kejt po harroj sa i madh është. Kejt po harroj që ato 5.2 metra edhe kejt po harroj që ato qatë distancën e gumav mes veti që i ka 3 metra edhe 13 cm. Edhe një sen që shumë ato mbron sy që sens po një të burë. Kur farë zhuma kjo është nuk të një. Shiku së ndëruar, mendoj që i erdhën fundit. Kujna i ka pëlqy, më sarani që në YouTube funksioni hype, me dhoni farë vlerësimi, hype që me pa ma shumë njerës, me qarkullu ma shumë, e tani, ku me ditë, loj kjerëmi me kalzvu, e ku hinu me kontrolu me. Që ju falenderoj për këtë ata që kanë këshy dhejtë qëto videon. Aj, po mërë të shumë nalë? More në vend po apet bot luj, dhe se shiku së ndëruar, më dole paprit mas një qen e i ngojti nona e qenit. Ja futa full frena, edhe unë e pritet sash që kryt ka mu shkun, se 2.8 ton. A din mërë sa bot, sa shpejt, edhe apet nuk unë këcej qaq, s'di o dok. O pa mërësim, qa po thuti di shka për në fund, për qa, a kina i koment për që t'kell? Shumë si Maybach s'ka. Maybach. Hiq më se s'gatë se e ka një arsye pse s'folje dhe i tash. Maj miri maj baj. Maj malë në vend. Peat se shiku së ndëruar. Vesh me këshmi që është të me këci. Si të rrë.